Ju përshëndes të gjithëve të nderuar shikues fleshi informativ në News 24. Në Parkun Olimpik në Tiranë po vijon numërimi votave të diasporës, cilat do të jenë përcaktuese për emrat e kandidatëve nga listat e hapura. Ndërkohë, dje në mbrëmje është mbyllur numërimi votave të diasporës për subjektet zgjedhore, ku Partia Socialiste thelloi rezultatin me 855.657 vota kundrejt 529.104 votave që ka marrë koalicioni PD Alianca për Shqipërinë Madhështore. Force 3 renditet koalicioni Nisma Shqipëria Bëhet me mbi 64.000 vota. Ndërkohë në qarkun e Kukësit ka përfunduar numërimi edhe për votën preferenciale për kandidatët, ku kandidati koalicionit opozitar Risuf Qela arriti të përmbys rezultatin duke i marrë mandatin kandidatit tjetër të Partisë Demokratike ASHM-t, Alianca për Shqipërinë Madhështore, Shkëlqim Shehu me 60 vota më shumë. Sekretari zgjedhor i Partisë Demokratike Ivi Kaso ngriti sërish shqetësimin për votën e diasporës të ardhur nga Greqia. Sipas tij, këto vota janë nul dhe nuk duhet të përfshihen në rezultatin përfundimtar. Ai tha se veç Partisë Demokratike, manipulimi me votat e Greqisë është denoncuar edhe nga shoqatat e diasporës. Agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit kanë sekuestruar celularin e ish-kryebashkiakut të Kavajës Elvis Roshi, si edhe kanë ushtruar kontrolle në banesën e tij dhe të 4 personave të tjerë në kuadër të hetimeve për krime zgjedhore. Kontrolli fizik dhe ai banesave u krye me urdhër të GKK-s, ndërsa Elvis Roshit ju gjetën dhe ju sekuestruan fatura, kupona nafte dhe lista zgjedhësish në një ambient në pronësi të tij. Gjithashtu, policia sekuestroi celularët e shtetazëve Orges Sinella, Tak Roshit dhe Taulant Hasan, ndërsa 37 vjeçarit Mirel Sinella ju gjetën kupona nafte dhe një pistolet manovër. Ish-kryebashkiaku i Kavajës Elvis Roshi dhe 4 personat e tjerë janë të dyshuar për korrupsion aktiv në zgjedhje, ndërsa hetimet vijojnë. Pas samitit të Komunitetit Politik Europian, Kryeministri Rama ka ndarë një fotografi në Facebook së bashku me Kryeministren e Italisë, e cila ka sjellë në Tiranë dokumentin final të procesit të gjatë ligjor mbi zbatimin e marrëveshjes së pensioneve me Italinë. Me këtë dokument, Kryeministri Edi Rama thotë se nga 1 qershori 2025, shqiptarët e Italisë do të nisin të përfitojnë nga kjo marrëveshje kuptim plot për nivelin e ri të marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Italisë. Marrëveshja për njohjen e periudhave të kontributeve mes Shqipërisë dhe Italisë u jep mundësinë emigrantëve shqiptarë që të trajtohen me pension në Itali dhe në Shqipëri në të njëjtën kohë. Papa Leoni 14 u fronzua të dielën në një ceremoni madhështore ku kanë marrë pjesë mbi 200.000 vetë. Papa Leoni u zotua të ruante trashëgiminë e Kishës Katolike dhe të mos sundonte si një autokrat. Në predikimin e tij, ai tha se nuk do të tërhiqej para sfidave moderne dhe se të paktën për çështje sociale si luftimi i varfërisë dhe mbrojtja e mjedisit, ai do të vazhdonte trashëgiminë e Papa Franceskut. Një takim i nivelit të lartë u zhvillua në selin qeveritare italiane, ku kryeministria Giorgia Meloni priti zëvendës presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, në një përpjekje për të vendosur ura të reja dialogu mes Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. I pranishëm në takim ishte edhe sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio. Kryeministria italiane Meloni e cilësoi këtë takim si një hap të parë për të vendosur një kapitull të ri në marrëdhëniet BE-SBA. Ndërsa zëvendës presidenti amerikan tha se Europa mbetet një aleat i rëndësishëm për Shtetet e Bashkuara. Nga ana tjetër, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen theksoi nevojën për rritjen e investimeve europiane në mbrojtje, duke theksuar se Bashkimi Evropian do të financojë deri në 800 miliardë euro gjatë 4 viteve të ardhshme në këtë drejtim. Pas mbylljes së raundit të dytë të zgjedhjeve presidenciale në Rumani, kandidati liberal dhe pro Bashkimit Evropian Dan ka fituar zgjedhjet me 54% të votave. Kryebashkiaku në detyrë i Bukureshtit ka fituar shumicën e votave në vend, ndërsa kandidati i ekstremit të djathtë Gjorge Simon ka fituar shumicën e votave në diasporë. Një sulm me dron rus, i konsideruar si më i madhi që nga nisja e agresionit rus në Ukrainë, la të vrarë një grua në rajonin e Kievit dhe plagosi të paktën 3 persona. Kjo vjen pas bisedimeve midis Rusisë dhe Ukrainës të premten, të cilat dështuan të arrinin armëpushimin e përkohshëm që Kievi dhe aleatët e tij kanë kërkuar. Austria fitoi festivalin e këngës në Eurovision 2025 me Wasted Love nga këngëtari JJ, ndërsa Shqipëria edhe pse u vlerësua nga mediat ndërkombëtare si pretendente për të fituar,
u pozicionua në vendin e 8 me 218 pikë. Izraeli, performanca e të cilit u shoqërua me protesta nga mbështetës pro-palestinez, u klasifikua në vend të dytë. Ky ishte fleshi informativ në News 24.